Unë dëshiroj të shtoj edhe një element tjetër, një udhkryq modern, kushtimisht thonë, ose bashkëor, ose momental, të një pjesë që ka të bënë me individin musliman në këtë rast, duke kaluar nga jo rafshi kolektiv në rafshin individual. Unë e mendoj edhe në një takim jo formal para disa javëve spikata, është thjesht reflektim nga ajo që ndodhi do të 2014 dhe që do të vazhdon të ndodhë edhe në vitet në vijim, është do të një udhkryq për individin musliman mes kauzës edhe karierës. E kam vërejt vetë, sepse një pjesë e madhe e muslimanëve të ri, të cilët kanë filluar luftën për karierë, pa e pas të qartë kauzën, shpesher janë gatshëm do të ta flijojnë kauzën për interes të karierës. Kurse e sakta është e kundërt, do të kauza do të jetë piksulimi kryesor i njeriut njetë dhe të jetë i gatshëm të flijon karierën nëse duhet, sepse ato jo çdo herë bin ndesh njëra me tjetrën, por nëse duhet për të ruajtur kauzën. Kjo është një prej sfidave moderne me të cilën ballafaqohet individi musliman dhe kam frikë në mungesë të orientimit të saktë dhe ligjërimit të saktë do të krijohet një shtresë e re e muslimanëve, të cilët do të sakrifikojnë kauzën për karierën. Kurse e vërteta historike, të cilën edhe sot në mëngjes e kisha si ligjërat, i dërguari i Zotit Muhamedi paqja dhe lavdi Allahu qoftë mbi të, filloi me shumë pak njerëz, të cilët ishin të gatshëm të sakrifikojnë karrierën për kauzën dhe ato mbeten të përmendura në historinë e njerëzimit dhe atë islame 14 shekuj me radhë dhe do të përmenden vazhdimisht. Andaj të gjithë na duhet jemi të përgatitur që në momente kur vjen para udhkryqit të zgjedhim mes kauzës dhe karrierës, të përcaktohemi për kauzë duke fliu karrierën, që të fitojmë pastaj edhe kauzën edhe karrierën. Është dëshmuar edhe praktikisht. Jam njohës i rrethonave të ilegalës shqiptare të tokave jugoslave, ish jugoslave, pasi që në Shqipëri ka qenë situata ndryshe. Të gjithë veprimtarët e ilegalës patriotike kombëtare, të cilët kanë sakrifikuar 30 vite për kauzë, ata kanë fituar edhe karrierë. Janë duke konsumuar tani për momentin. Dhe kjo është, do të thonë, për shembujve më konkret se njeriu i cili është i gatshëm të flijon për kauzë, ai do të fiton edhe karrierë, mirë po duhet vetëm procedurim pak më të madh. Po jo e kundërta.